tash që më thjesht në bashkëpunim me Blenin për zgjedhjet lokale të Këshillit të a do të shkoni, a do të është hapur bashkëpunimi me BDI në zgjedhjet lokale, e para, e dyta, a është i mundshëm ose a kanë filluar të kemi ato bisedime për të afruar me aleancën e zotit Sela, edhe e treta për balancuesin kishit mendim tjetër deri parës. Deri parës që dini për qeveria. Do ta filloj me balancuesin, domethënë vazhdimisht e kemi thënë se ne nuk ishim iniciues për të tërheq balancuesin. Por ishte vendim gjykate, ne s'kishim çfarë bën. Por kishim propozim ligj, të cilin bashkë me VMRO-n, me Znamin, Vleni si Vlen, edhe ne ishim atër Vlen, kishim premtime dhe marrëveshje që në nëntore përgatisim. Tash është maj, dhe ligji fatkeqësisht për një fjalë, për një fjali, për dy fjalë, u zgjat. Unë shpresoj që ky rast i shkuarjes tonë në opozit do ta triggeron dhe sa më shpejt kryeministri të delë dhe ta promovon atë ligj që e ka përgatit Zavendës kryeministri Arben Fetai, Zavendës kryeministri Izet Mexhiti dhe ekipi i ekspertëve të VMRO-s. Me grupacionin e zotërisë Selës ka komunikim mes antarësisë, ne s'kemi pas komunikim të drejtë për drejtë. Unë edhe takimin e kaluar kam thënë se çdo anketë që janë bërë, se disa kohë ka, tregon se kjo pjesë e Aleancës për Shqiptarët është në proporcion 5-1, 6-1 ndaj atyre. Por, përsëri, pavarësisht kësaj, ne jemi të hapur për bashkëpunim me gjithë secilin, kurse në zgjedhjet lokale, unë u thash edhe në kryesi, në bazë të përbërjes demografike të një komune, neve na duhen tash kandidat të mirë për kryetar komunash, të cilët din të qeverisin mirë dhe të cilët do ta kenë mundësinë që tregohen. Një pikë që harova ta them është edhe ngecja në decentralizim. Kemi ligj të ri për vetë qeverisje lokale, të cilin në qoftë se e shihni është vetëm shmink, asgjë më shumë. Ne praktikisht më shumë centralizohemi se sa që decentralizohemi. Në qoftë se e merrni marrëveshjen me VMRO-n, dy pikat kryesore janë rrugtimi jon europian dhe 2 decentralizim. Për decentralizim fiskal as që bisedohet, kështu që besoj dhe shpresoj që të reflekton edhe VMRO-ja që në periudhën e ardhshme s'paku të bisedojmë për një decentralizim konkret në shtetin tonë. Arben Fetai thash në bazë të përbërjes, kur dalim në opozit, e shohim në bazë të përbërjes, në bazë të kandidaturave e shohim. Nuk e përjashtoj, por nuk ka asgjë konkrete që kemi biseduar ose planifikojmë patjetër. Arben Fetai ndjehemi taku, sot jemi dëgjuar në rrugë, okej jemi. Edhe deputeti Salim nuk është? Salimin në drek ishim zbashku, nanën e ka tash. Shkoj në Struk, kishte do probleme familjare. Значи со Фетай се слушнавме, он е на пат, не е во Македонија моментално, а Салим Сулеймани на ручек бевме заедно во 3-15 часот, имаше семејни проблеми, патува за Струга. Уште едно прашање, билете дека Апсолутно. Тука се сите, освен Арбен Фетай, кој што е надвор од држава. Урно? Po, referoj, bisedum, tregum, dhe kishim ledhje të kryesisë ngusht partisë, aty ishte Arben Fetai, referoj para kryesisë ngusht. Gati se është e pamundshme, misioni pamundshëm, prandaj sonte e konstatum këtë se në qoftë se ka mos besim, konspiracione, shpifje, mes partnerëve të koalicionit, s'kemi çfarë kërkojmë. Deri kur do jeni? Tash kur të vendosin, kur ta zgjedhin ministrin e ri, do t'ja dorëzojmë detyrën, dorëzim pranim. Shif, vazhdimisht bëjnë sikur ne duam të krijojmë krizë, të bëjmë nuk e di çfarë, konspiracione ndryshme, për ne jemi tash prej sonte, jemi jashtë qeverisë, po kur të zgjedhin ministrat, zavendës ministrat e ri, ne me njerë u alirojmë vendin.
Соработувате ли со ДУИ, каде очекувате поддршка за вашите кандидати во Значи, општини, во кои општини Значи, имате во моментот немаме никаква соработка со ДУИ, сме кажале дека имало комуникација, меѓутоа нема никаков договор со ниедна политичка партија, меѓутоа сега кога одиме во опозиција, нормално е по демографскиот состав на општините да соработуваме со опозицијски партии, па некаде можеби, иако има некоја позицијска партија со која што можеме да изнајдеме заеднички јазик, за да, јас сум сигурен, Алијанса за албанците извади најдобри можни кандидати, најквалитетни, кои што ќе владеат во нивните општини така како што треба и ќе бидат пример за добро локално владење. Имате средба со Филипче? Договорено? Видете, со Филипче, вие знаете, ние 20 години сме колеги, другари, меѓутоа се оваа партиска работа ми пиша порака минатата недела, јас не можев, меѓутоа деновие сигурно ќе се видам. А со Мицковски? И со Мицковски, секако. Ја мислам дека е коректно, така оставивме да се видиме и да биде тоа кафе за догледање. Па четир, се ја. Оставките ви велам, значи, штом изберат, ние сме во оставка практички, во моментот што ќе изберат, да не ги оставиме институциите да биде во лоша состојба, да мислат дека криза правиме или нешто, во моментот што ќе изберат нови министри, заменици министри, ние си одиме. Колку очекувате градоначалниците кога ќе добиете на локалните? Не знам точно, меѓутоа мојата прогноза е дека ќе бидат доволен број за да Алијанса за албанците биде еден од главните политички фактори меѓу албанскиот политички кампус. А да башмуна има влијание на комуната чешко првени, така што вас Me gjitha partit ku ka nevoj, ku është pyetje një kandidat shqiptar, Presp, Manastir, Kërçov, Çashk, Dolnen, Vërvenic, ku të paraqitet nevoja që duhet bashkëpunim me gjitha partit pa përjashtim. A mendoni se me dalin tuaj në opozitë duhet shkojnë mbledhjet paratoshme parlamentare? Unë në parim e kam thënë se në parim ne jemi për zgjedhje lokale tash, vitin e ardhshëm për zgjedhje parlamentare, e kam thënë rregullisht që kjo varet ekskluzivisht prej VMRO-DPMN-s, ato kanë 60 deputet. Në qoftë se ato vendosin, ne do t'i mirëpresim, por të insistojmë, nuk insistojmë. Nuk e di pse situata juaj më ngjason me thënien e drejtorit Agollit, shkëlqimi dhe rënia e shokut Zida, ose më saktë shkëlqimi të Ravarit dhe dalja nga qeveria. Si e mendoni të ndryshimin kur në fakt e premtuar për një? Dëgjoni, në qoftë se më pyetni mu, unë ndryshim priça që çdo qytetar këtu thote se po, situata është më mirë. Sot kur bisedon me qytetarin, ku do qoftë që të shkësh, fatkeqësisht tonë jemi pak më keq se sa kur ishin ato të cilët ne i kemi kritikuar 22 vjet dhe vazhdoj të kritikoj. Punën më të madhe ne e kemi bë në momentin që e kemi sjell, ne e themi ndryshimin, po tash del se nuk qenë ka ndryshim. Nuk është ai ndryshim që e premtu. As shqiptarët nuk ndjehen më mirë, as qytetarët nuk ndjehen fatkeqësisht këtë, them se pjesë e atij gabimit jemi edhe ne. A si të përfundohe karriera ime, tetor kryetarët e partive kanë edhe përgjegjësi. Në qoftë se dalim me rezultate të mira, vazhdojmë. Në qoftë se dalim me rezultate jo të mira, atëherë dihet. Do me thonë se një grup parlamentar ka grup parlamentar edhe ato janë të përfaqësuar shqiptarët me 9 deputet. Dëgjoni, Vetëm pak. Dëgjoni, tash për tash qeveria ka 9 deputet, po nuk e di, mund të marrë, mendoj prej shqiptarëve, mund të marrë edhe deputet mund prej ndonjë partie tjetër ose kam plan tjetër, s'du ta parashof, s'du të vi në situata që i parashof çfarë ndodhe. Grupi jon parlamentar është kompakt, kryetarët e degëve janë super kompakt, kështu që besoj se si të funksionerë qeveria do ta pyetni kryeministrin. Para shumë disa kohësh kemi thënë se kemi gjetur rrugën e drejtë. Thonë me
dhe prandaj u ndata edhe zotin Seli për të bërë ndryshime. Tash por që nuk e keni bërë ndryshime. Para disa ditë tha që nuk kemi arsye për të kërkuar falje zotit Sela, por tash që vlerësoni se nuk jemi drejt rrugës së duhur për cilën keni dashur, është momenti që t'i kërkoni falje për gabimin që keni bërë. Dëgjoni, as pak se kemi bë, unë thash krenarisht e them se e bëm rotacionin politik. Imagjinoni mos e bëshim rotacionin politik, do vazhdonte partia që ka qenë 22-3 vjet pushtet. Sot spaku e provum. A jemi më të mirë se ato? Disa gjëra edhe janë bërë, unë s'du të them se asgjë s'është bërë. Ka edhe rezultate që janë bërë, po kemi edhe dobësi, edhe mangësi. Unë e kam thënë shumë shpesh se 4 parti shqiptare t'jenë me një qeveri të përbashkët, do thërën e parë. Dhe ky disfunksionim mes nesh, unë mendoj se është arsyeja kryesore që s'kemi dalë mirë. Në qeveri ishi si parti fitues apo parti e zgjedhur se dallimi 30.000 vota. Dëgjoni, ne morëm 107.000 vota, mos harroni se në qeveritë e kaluara të Maqedonisë kanë hyrë parti politike me 85.000 vota, me 90.000 vota, me 80.000 vota, me 100.000 vota. Vleni kish legitimitet plot 107.000 vota, absolutisht. Por tani 107.000 do të zvogëlohen. Ato thonë se i kemi 107.000 dhe lideret një. Unë s'du të kritikoj bashkëpunëtor me të cilët kemi bashkëpunu. Edhe pse këtë periudhë kemi kalu periudhë vështirë, tu na thanë tradhtare, nuk e di çfarë. Ne spaku jemi me vetveten pastër, jemi mundu aq sa mundemi që gjejmë gjuhë të përbashkët për bashkëpunu. Atyre uroj suksese në zgjedhje. Inshallah dalin votat sa duan ato. Mua më intereson më shumë të aleanca për shqiptarët. Ne dalim me sa më shumë, domethënë këshilltar dhe me sa më shumë kryetar kualitativ që do t'ju udhëheqin komunat ashtu si duhet. Jemi duke mendu seriozisht për kandidaturën e top. Jemi duke bisedu. Edhe një pyetje manxitet, por kjo nuk është vetëm për aleancë. Çdo parti politike do të bëjë intereson. Bleni, aleanca, BDI-a, kush ju intereson qytetarët? Jo, unë thash, ne dalim për pyetja, kujt i interesojnë qytetarët shqiptar tashmë? Me fon, ne jemi në qeveri apo? Me drejt, unë jam ministr. A ka ndodhur në histori dikush thotë unë shkova në opozitë? Rallë ndodh. Po, parti shqiptare vazhdimisht hyn edhe dalin. Jo, dalin, po jo qap tërhiqet, duke qenë opozitë. Ne vendosim që të shkojmë te qytetarit, të kthehemi qytetarit për të bë fushat me ato, për të bashkëbiseduar me ato, për të organizuar me ato, që në fund mundohemi që të sjellim një qeverisje të mirë në nivel lokal.